Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në qarkun e Beratit, zoti kryeministër, zonja ministre. Në fakt është shumë kënaqësi që sot ne ta fillonim ditën pikërisht me ata që janë njerëzit e punës dhe absolutisht nuk ka më mirë se sa ju që përfaqësoni një kategori sipërmarrësish në zonë, të cilët japin shumë për atë çfarë është prodhimi i këtij qarku, i cili është një zhvillim tashmë i rëndësishëm edhe për sa i përket mbështetjes së sektorit turizmit. Unë fakt do përmendja edhe për shkak se jemi në territorin e Bashkisë Beratit që për ne zhvillimi i sektorit bujqësisë tashmë është i shkrirë me të turizmit dhe patjetër që produktet autentike të zonës sonë janë një vlerë e shtuar për atë çfarë është paketa që ofron ky qark i jashtëzakonshëm. Normale që qarku jonë është nga ato qarqe të cilët ka dhe një produktivitet lartë edhe për produkte bujqësore të cilat shkojnë për eksport, por kuptohet ajo çfarë është zhvillimi në territor duke filluar më pas me agroturizmet dhe të gjitha të zinxhir të këtyre bizneseve të cilët i japin sektorit turizmit një vlerë të shtuar, tashmë është një realitet. Dhe mua më vjen shumë mirë që në Berat ne tashmë jemi duke bërë një projekt i cili po implementohet midis Ministrisë Bujqësisë dhe Bashkisë Beratit me financim të Bankës Botërore, Berati 2400 vjeçar, i cili do të ngrej sidomos për punimin e vajit të ullirit dhe rregullimin e tregut të vaj ullirit në një sektor i cili realisht do ndihmoj fermerët e zonës për t'i dhënë vlerë të shtuar këtij produkti të jashtëzakonshëm që ne kemi në territor. Projekti parashikon ngritjen e një konsorciumi ku në fakt pronar do të jenë vetë sipërmarrësit të cilët merren me produktin e vajit të ullirit. Projekti parashikon po ashtu krijimin e mundësisë së një pike grumbullimi për vajin e ullirit në gjithë territorin e qarkut Beratit dhe patjetër krijimi i brandit, krijimi i kushteve, certifikimi i këtij produktit për të pasur akses edhe më të lehtë në tregjet ndërkombëtare, kuptohet që do të rrisi vlerën që ky produkt ka dhe aq më shumë atë çfarë fitojnë fermerët të cilët punojnë me mund çdo ditë për të nxjerrë produkte më të mira. Prandaj unë nuk do flas më gjatë. Unë do doja të jepja fjalën ministres Bujqësisë, edhe patjetër që kjo është një ditë e cila do të jetë një ditë e gjatë, por besoj që energjia juaj do ta fillojë me këmbë të mbar. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit kryetar. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit sipërmarrës që na hape derën e shtëpisë në një nga investimet domethënëse në këtë qark dhe një model i suksesit që ne e kemi të shumëfishuar në shumë vende të Shqipërisë, por në këtë qark në veçantë jemi shumë krenar. Jemi krenar për gjithë punën që ju keni realizuar në një sipërfaqe të kultivuar në qarkun e Beratit shumë domethënëse. Në 10 vitet e fundit, sipërfaqet e mbjella me perime kanë kaluar 2000 hektar në këtë qark dhe kontribojnë në gati 10% të sipërfaqes mbjell me perime në gjithë Shqipërinë. Flasim për pemtarin dhe frutat që përfaqësojnë 20% të prodhimit kombëtar me më shumë se 140.000 tonë në vit. Sigurisht vreshtat me një karakteristikë të veçantë edhe të prodhimit të verës në këtë zonë që ka brandin e saj dhe fiton çmime çdo vit, si në rajon edhe në Evropë e më gjerë. Por në veçanti dua të tërheq vëmendjen për atë që tha pak më parë kryetari dhe që lidhet pikërisht me modelin e ri të suksesit Berati 2400 vjet. Ajo që do të jetë etiketa e vajit të ullirit, që këtu përfaqësohet nga më shumë se 2 milion rrënjë ulling, dhe që nuk mundet më të mos etiketohet, të mos brandohet, të mos tregtohet me cilësinë që meriton prodhimi autokton i këtij vendi dhe puna e palodhur e të gjithë ju fermerëve. Ishte këmbgulja e kryetarit për të realizuar një bashkëpunim, një bashkim mes gjithë operatorëve. Dhe është mbështetje financiare e qeverisë shqiptare me asistencë teknike nga Banka Botërore, për të cilën ne sot e kemi gati projektin me 50 fermer që do të bashkëpunojnë në një zinxhir vlere me grumbulluesin dhe ku vetë bashkia ka rolin e saj kryesor deri në tregtimin e këtyre produkteve të etiketuara me markën Made in Berat të vajit të ullirit. Kur në 2023 shumë nga tregtarët e vajit të ullirit nga vendi im fqinj erdhën për të marrë vajin e ullirit në Shqipëri, ne kaluam nga 60 litra vaj ulliri eksport në Itali në 5200 tonë dhe mund të shkonim dhe 2 fish dhe 3 fish.
por nuk kishim atë vaj të cilin ata e kërkonin në raport me amballazhimin, etiketimin dhe cilësinë e kërkuar. Kështu që ky projekt, kryetar, falë edhe punës suaj dhe mbështetjes suaj, përgjatë gjithë vitit që vijon, do të jetë absolutisht në vëmendje të eksportit, të cilat sot edhe me shifrën më të fundit të Instatit njohen për të parën prap si 3 mujor, rritje në 10% krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo vit ne rritim me nga 20% në sasi eksporte dhe kemi arritur 540 milion euro eksporte në fund të vitit kaluar. Por ne kemi një synim shumë të madh për 2030-ën, 1 miliard euro eksporte dhe këtë e bëjmë fal këtij bashkëpunimi, grupimit, fermer, grumbullues, eksportues dhe ku roli sigurisht i pushtetit vendor është absolutisht i domosdoshëm. Jemi me gati 100 investime me kredit buta dhe me grande në qarkun e Beratit. Gati 14 milion euro investime, të cilat janë realizuar falë edhe mbështetjes së ASBR-s, që e falenderoj posaçërisht edhe për pjesëmarrjen, dhe janë një pjesë e rëndësishme e 1000 investimeve në gjithë Shqipërinë në 10 vite e fundit. Por kemi 1000 investime tjera të planifikuara për 5 vjeçarin e ardhshëm dhe kemi sot një paketë rëndësishme financimi, konkrete, të lidhur sot me bankat e nivelit 2. Flasim për një shumë me 250 milion euro me kredi me 2% interes, me 70% të riskut kolateralit që mban qeveria dhe me grande që do të vijojnë si me mbështetje buxhetore ashtu dhe me mbështetjen të Bashkimit Evropian si pjesë e një procesi të rëndësishëm që ne konkludojmë në 2027 dhe bujqësia merr një pjesë të rëndësishme të financimit dhe realizon atë ngritje cilësore që e meriton si qarku Berati dhe gjithë Shqipëria. Dhe në fund një fjalë për agroturizmin, kjo është një zonë që na bën krenar me numrin e madh vizitorëve çdo ditë, që vinë nga gjithë Shqipëria, por tashmë një destinacion i pa evitueshëm nga çdo i huaj që prek tokën shqiptare. Agroturizmet janë duke u zhvilluar, ne kemi gati 17 të certifikuara dhe të gjithë të tjerët që janë ngritur, unë do t'i ftoja të vijonin certifikime, sepse është edhe ai një brand cilësie, dhe së bashku me ministrin Kumbaru ne kemi një ekip të dedikuar dhe një projekt të dedikuar edhe ky për të vijuar certifikimet dhe për të realizuar dhe aty etiketën Made in Berat dhe në agroturizëm. Shumë faleminderit, punë të mbarë dhe suksese. Kryeministër. Përshëndetje, shumë faleminderit për këtë mundësi dhe këtë moment që ndajmë së bashku. Faleminderit zotit shtëpisë. Vjen shumë mirë që kemi ardhur në një pikë që është një nga krenaritë e këtij qarku, për sa i përket zhvillimit të bujqësisë dhe për sa i përket kalimit në një nivel tjetër të gjithë sistemit rrjetit të pikave tona të grumbullimit dhe të përpunimit. Këtu jemi në një pikë që faktikisht, në mos gabohem, eksporton në rreth 50 vende të botës dhe madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo. Tani ky nuk është një takim elektoral, është më shumë një takim për të folur për sektorin edhe për të ndarë disa gjëra, po unë nuk më ri do të goja pa thënë që vjen shumë mirë dhe për një gjë tjetër se kjo pikë është transformuar duke i dhënë mundësi një baze demokrate që të bëj sukses. Ashtu si kundër më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund e shoh edhe Fatos Nurallarin këtu bashkë me ne. I veshur me blu, kuptohet, me kuadrate blu me të bardhë. Kthyer flamuri i partisë tij në një këmish trendi. Kështu që Fatos të falenderoj shumë. Edhe Siria do të pa i nxjerrë këto, por nuk jemi për fushat tu. Më vjen jashtëzakonisht mirë që kur shoh çfarë kemi bërë në këtë qark, është realisht një volum i madh
punet përbashkët. Patjetër që merita kryesore ju takon juve, i takon gjithë atyre që punojnë me tokën, me prodhimet, që prodhojnë, që grumbullojnë, që përpunojnë, që eksportojnë, por besoj që pa bashkëpunimin që kemi pasur dhe pa mbështetjen në rritje që ne i kemi dhënë sektorit, do të kishin qenë shumë të vështira të gjitha këto zhvillime. Dhe dua ta nis me një moment që është domethënës. Ne dhe gjithë thot shumë gjëra. Ne kemi marrë detyrën në një vend ku sipërfaqja e ujitur ishte 120.000 hektar. Dhe sot sipërfaqja ujitur është 270.000 hektar. Pra, është më shumë se sa dyfishuar sipërfaqja ujitur, që do të thotë që bujqësia jonë, për cilën thuhen shumë gjëra të pavërteta, sot shfrytëzon një kapacitet më shumë se sa 2 fish të tokës që është baza e patjetërsueshme e saj. Nga ana tjetër, jemi në një qark që ka një aktivitet të madh, por që ka qenë dhe shumë aktiv, ndër më aktivët në bashkëpunimin me strukturat tona përkatëse, dhe nga njëra anë vetëm në këtë dekadë ne kemi mbështetur dhe realizuar 47 projekte të infrastrukturës për ujitjen, për kullimin, për digat dhe për mbrojtjen nga përmbytjet, duke praktikisht e shtuar me 4.600 hektar të tjera, të reja, kapacitetin prodhues, duke rehabilituar kilometrat të argjinaturash dhe duke mbështetur sigurisht blerjen e makinerive për mirëmbajtje dhe përvaditje. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme, dhe ju e dini më mirë se sa unë, është zhvillimi i madh që kanë njohur në këtë dekadë pikat e grumbullimit, dhe mbi 70 pika grumbullimi janë mbështetur nga programet tona, ashtu si kundër janë financuar 16 tregje për produkte bujqësore dhe janë krijuar 400 pika të reja për punimi. Në Berat janë realizuar 106 investime, ku një peshë të rëndësishme e ka zënë mbështetja nga buxheti i shtetit ose nga programi i partit me grante. Dhe në ndërkohë, ne duam tani të shkojmë në një nivel tjetër. Duam të shkojmë në një nivel tjetër sepse pavarësisht se kemi numra pozitiv shumë fishimesh, qoftë në mbështetje financiare, qoftë në numër përfituesish. Për shembull, parafityroni që është 11 fish numri i përfituesve që janë rreth 67.000 në raport me 5.600 fermerë përfitues që ishte numri që ne kemi gjetur ku kemi marrë detyrën. Dhe nga ana tjetër jemi duke nxitur mbështetje financiare në funksion të bashkimit, në funksion të rritjes ndërveprimit mes fermerëve dhe mes pikave të grumbullimit dhe të përpunimit, por
sot më vjen shumë mirë që kemi në dispozicion për ju një instrument të ri financiar, 250 milion euro, një linjë financimi inovative e Bankës së Shqipërisë, e cila ju mundson të gjithë sipërmarrësve në fshat apo atyre që duan të nisin një sipërmarrje, qoftë në prodhim, qoftë në agro përpunim, grumbullim patjetër, qoftë në agroturizëm, që të marrin kredi me 70% kolateral të garantuar nga shteti dhe me një normë interesi më pak se 3%. Ne nëpërmjet AZHBR-s e shoqërojmë të proces, e mbështesim çdo që ka nevojë për asistencë dhe nga ana tjetër kemi nënshkruar një marrëveshje me bankat, të cilat ju e dini më mirë se unë kanë qenë shumë të ngurta kur vjen puna tek financimi i iniciativave në fshat dhe në bujqësi, sepse bujqësia është një sektor me risk, për hir të vërtetës. Por në këtë rast marrëveshja është shumë e qartë dhe bankat janë të gatshme, madje kanë filluar dhe fushata informuese, sepse është qeveria që garanton. Kështu që do t'i lutesha shumë që t'i referoheni kësaj linje financimi, edhe bashkarisht të ngrem më tutje nivelin e prodhimit, nivelin e përpunimit, nivelin e eksporteve. Ministria e tha shumë qartë, ne kemi objektiv të shkojmë në 1 miliard eksporte, është shumë objektiv ambicios, kemi kaluar gjysmë miliardi, që ishte pa imagjinueshme, por ama gjysmë miliardi tjetër është shumë ambicios. Dhe prandaj unë dua të kthehem tek fiksimi, se ishte shumë e bukur në Dibër, takoj dikë një person aty, një qytetar, edhe që më thot e kryve me ne Dibranat, tuneli Murrizit ishte ëndra jon, i thash tani kemi BE-n, duhet krymë BE-n, i thash. Jo mërë tha, mu tha, BE-ja tha nuk më intereson, tha. Unë tha, këtë desha, tha, tuneli Murrizit, tha, jam të ashti, tha, në Tiranë, tha, shkoj për qef, pi kafe, kthehem, tha, po do të më shtes, edhe për BE-n, tha, pa merak. I thash, unë, po pse s'ti intereson, pse të më bështesë kur s'ti shiko, tha, disi është kjo punda, kjo është më fiksime, tha. Ne kishim fiksim të rrugë në arbrit, tha, ti na u gjënde, tha, na e bërë, tha. Tani ti ke fiksim BE-n, tha, ne do të gjëndemi, tha, do ta bëjmë, tha. Kështu që unë po kthehem ke fiksim, unë po kthehem ke fiksimi im, sepse fiksimi lidhet me shumë gjëra që kam shumë problem. Nëse unë nuk jam i Zoti, dot në këto ditë që ti shpjegoj deri në fund, çdo shqiptari dhe çdo shqiptare, çdo qytetari të vendi, pavarësisht fare politikës, për të kuptuar se për çfarë flasim, sepse jemi përpara një oportuniteti të madh historik, nuk është gjë e vogël, është gjë shumë e madhe. Nuk e kemi pas të oportunitet ne. Dhe në raport me ju, në raport me fshatin, BE-ja, ju e keni parë vetë, BE-ja në atë mbështetje që na ka dhënë, që është shumë modeste në krahasim me çfarë mund të marrim ne si vend antar, ka qenë praktikisht çelës për shumë gjëra që kemi bërë apo jo, me mbështetjen e AZHBR-s. Ne nuk kishim fare agroturizëm, nuk e kishim fare si nocion. Sot kemi një rrjet të tërë agroturizmash që duam t'i shtojmë dhe t'i shumë fishojmë, sepse është një ekonomi shumë e shëndetshme agroturizmi dhe jep jetë shumë zonave
dhe shumë pikave, duke stimuluar njëkohësisht prodhimin edhe përpunimin. Por nuk do t'i bënim dot, nëse nuk do t'i jepnim mundësi atyre që i ndërmorën të parët, tani e kanë mësuar edhe është okej, nuk ka nevojë shumë t'i mbushësh mendjen se çfarë vlerë ka agroturizmi, por në fillim nuk do t'i bënim dot nëse nuk do t'i jepnim atë mbështetjen me grante e të tjera. Po keni parasysh ama një gjë që sot nëse i kthehemi pak mbrapa llogarisë, ne kemi marrë nga BE-ja mbështetje shumë më pak se 200 milion euro në total në vetë. Shumë më pak. Dhe në gjithë të vite. Në momentin që ne bëhemi anëtar të BE-s, se kjo është diçka e llogaritur, 300 milion euro në vit janë vetëm për fshatën e përbushësisë. Llogariteni se çfarë ka përcimi eksponencial. Llogariteni se çfarë kapacitetesh na krijohen ne financiare. Se 300 milion në vit. Po prit se janë 1.2 miliard në një mandat qeverisës vetëm për bujqësinë. Ku i ka pas ndonjëherë bujqësia 1.2 miliard? Jo në 4 vjet, po në të gjitha vitet bashkë. Është historike, po ju them. Dhe prandaj unë besoj shumë që të gjithë ne, çdo kush jeton në fshat duhet ta lërë për një moment politikën komplet ta harroj fare. Ta harroj më komplet, jo jam këtu, ta harroj. Dhe vetëm të mendoj që na duhet ta kapim dhe mos e lëshojmë këtë shans për Mustahi dhe Çelos. Na duhet të fokusohemi te ky shans dhe t'i bëjmë zmetin këtij shansi që të mbarojmë negociatat në Bashkimin Evropian, të bëhemi antar të BE-s dhe të kemi një frymarrje komplet tjetër. Është si të vësh mushkëri të reja, po ju them. Dhe të vraposh me një shpejtësi shumë herë më të lartë se sa ajo që ti arrin edhe me gjithë sforcon e me gjithë stërvitjet që bën. Është të vësh mushkëri të reja. Që nuk mundet do t'i lësh pa i vënë se keca politikë rankok. Kjo është kombëtare. Dhe me këtë nuk vinë vetëm 300 milion euro, vinë edhe shumë gjëra të tjera që janë programe ku ne sot nuk mund të kemi akses. S'mund të kemi akses sepse nuk jemi pjesë e asaj familje. Ata na mbështesin si fqinj. Po në momentin ku ne jemi brenda familje, aty pastaj mbështetemi nga familja si antar të rinj të familjes, si fëmijët që i ka një familje që i mbështet. Se ashtu është strukturuar e familja. Të mëdhenjt dhe të vegjëlit, të fuqishmit dhe më të dobtit. Dhe prandaj, ata që janë më të mëdhenj më të fuqishëm, kontribojnë në arkën e familjes më shumë se ç'marrin nga ajo arkë. Që t'jemi të qartë, Gjermania, Franca, Hollanda, japin më shumë në atë arkë se sa marrin nga ajo arkë. Po jo se bëj për bamirësi, por ju duhet gjithë territori i tregut, sepse ata përfitimet i kanë nga hapësira e tregut përbashkët. Jo thjesht nga kurse arka e asaj familje e përbashkët ka kontribusit, ka dhe përfitusit. Dhe ne, dhe bashkë me të tjerët që janë më të vegjël, do bëjmë përfitus. Pra ajo familje do ndaj, do thot, ka që i takon këtyre që të forcohen, ka që i duhet për bujqësinë, ka që i duhet për infrastrukturën, ka që i duhet për arsimin, ka që i duhet për teknologjinë, e kështu me radhë. Si mundet ne ta humbim të shansë? Se unë nuk e imagjinoj dot që njeriu të ketë logjik edhe pak përqendrim për ta dëgjuar si qëndron kjo punë, edhe thotë jam se më intereson kjo. Se dhe këto fiksimet, si fiksimi ati, që kanë njerëzit, po i quajmë fiksime, nevoja, edhe këto adresohen shumë më shpejt dhe shumë më mirë nëse ne kemi një buxhet të shtuar.
Kështu që desha ta theksoj këtë pikë me ju, ndërkohë që patjetër tani nuk jemi këtu që ne mbajmë vetëm fjalët. Jepja një qik Fatosit mikrofonin si fillim, se Fatosi është për ata që ju e njihni, por për ata që na ndjekin dhe nuk e njohin, është një nga kampionët e një sektori ose nën sektori, po e quajmë të ri, komplet në Shqipëri, që është vera shqiptare, edhe për jetë vërtetës është një prodhues edhe një eksportues që meriton vetëm respekt dhe vetëm admirim, pasi pavarësisht fiksim, se ky ka fiksim në vetë, s'ka çfarë i bën, po për te ati fiksimi është vërtet një krenari e madhe, edhe unë them drejtën, jam i privilegjuar që mund ta quaj Fatosin mik, edhe ai besoj e pranon miqsinë time. Kështu që Fatos të falenderoj që e se më shmangur gjithmonë, unë vijam beratësisht asgjë kundi, më takon dhe kështu si më qeftas. Do me thonë prista atje, ka jo, e vetë atje. Fatos, fjalla për ty, faleminderit që je pranishëm. Faleminderit, Kryeministër. Unë të falenderoj që një nga vëmendjet më të shtuara e ka pasur për bujqësinë, sidomos për sektorin e agroturizmit dhe të vreshtarisë, që është pjesë e rëndësishme e agroturizmit. Gjë që ju e keni dëshmuar. Ngrihen çik zërin, se nuk e ke të ulët zërin. Gjë që ju e keni dëshmuar edhe për të disa të herë që ka vajtur në kantinën tonë, kantinën Uradhari, dhe të falenderoj për këtë. Unë doja të përveç sukseseve që është në këtë sektor, doja të bëja një kërkesë, ndoshta edhe në emër të gjithë prodhuesve të vendas, të verës, që të gjitha strukturat agroturistike që ndodhen në qark këtu edhe ndoshta edhe në Shqipëri, jo të gjithë marrin produkt shqiptar. Nuk e di, kanë një lloj problemi i feriteti. Dhe do t'i lutesh shumë, do bësh shumë punë për ta çuar këtë produkt në këto strukturat. Kam parasysh që ku kemi qenë në Beograd, në këto vizita që kemi bërë në për kantinat serbe, jam habitur kur tha neve nuk tregtojmë produkt huaj, absolutisht. Vetëm sa me insistimin e një klienti ne mund të është. Në Shqipëri akoma është e kundërta. Mua më vjen keq që shumë struktura që i kanë ngritur verën shqiptare nuk e trajtojnë në vlerën që ka. Doja qoftë nga gjithë sektorët e Ministrisë Turizmit gjitha, që të bëhet një propagandë që të konsumojnë sa më shumë produkte shqiptare. Po, Fatos, ke plotësisht të drejtë, edhe tani një pyetje kam unë para. Ka ecur bujqësia në këto vite, Fatos? Absolutisht, neve jemi 13 vjet, juve keni 12 vjet në pushtet, normale që do ecë. Do ecë vetë, ëh. Normale do ecë, nëse nuk mund të rri. E shikon, përmirësohet, po nuk bëhet, i thonë. Po jo, po ne nuk mund ta bëjmë krahasimet me 34. E shikon ja, urdhë. E shikon? Kështu që absolutisht ka ecur. Si mund të thua mund të krahasimin e 34. Jo, në kuptimin që a ka ecur për shkak të kohës, po edhe. E pra e solli koha, e qartë. Jo vetëm koha, absolutisht. Domethënë këta demokratët ndahet në dy kategori. Dgjoj. Dy kategori. Kategoria dominante e madhja është ajo që thotë këtu s'është bërë asgjë, përkundër asë gjërat kanë shkuar më keq. Është një kategori e vogël, e njerëzve që kanë logjik, po i kanë bet fiksimin, s'ke çaj bën që thonë solli koha. Këto të dyja. Jo. Shiko, unë do të jem korrekt. Jo, unë do të jem korrekt. Unë bëj shaka, po tani unë s'po të kërkoj. Bëj shaka. Unë jam biznes edhe unë jam i hapur sepse unë biznesi sigurisht që e kam ngritur me familjen time, absolutisht, sigurisht me ndihmën edhe të ato që tham të skemave të impartit edhe të mbështetjeve që ka pasur qeveria. Nuk bëhet fjalë kjo. Ideja është që të themi gjërat të vërteta ashtu siç janë. Po të vërteta, pra. Absolutisht që bujqësia ka ecur parë. Ndryshe nuk ka pasur kaq sera. Serat janë edhe cilësore në ndërtim. Deri dje beshin serat 2.4 metra, sot janë sera. Rëndësi ka që të bijem dakord që ka ecur përpara dhe ka ecur goxha.
Gjedra që është Pastaj- një ka pasur vetëm një, ju keni qenë 3-4 herë aty, ka pasur një golube aty, po sot është një impiant sot. Po pra, Sot po. është një impiant. Rëndësika bim dakord që ka ecur përpara. Absolutisht. Pastaj se si dhe pse le të rrim të ndarë. Ti thua e solli koha. Ne kemi një mendim pak ndryshe. Edhe koha, jo vetëm sot e koha. Ç'më gjeti E nuk. pra, dhe e dyta që domethënë unë në lidhje me këtë shqetësim që ngrita, jam i bindur, nuk e di e ka ngritur të tjerë prodhues vera apo jo, kantina që ka, por mado mendje që e kanë këtë shqetësim. Unë për vetë time mbase se kam shumë, sepse unë Po do shtojnë t'ja në përgjigje 6-7 për vende, këtë. Do t'ja përgjigje për këtë. Do të them në domethënë. 6-7 vende të botës dhe normale domethënë nuk më del, por e quajnë, mua më vjen çudi si e quajnë produktin shqiptar që nuk bën. Do të them për këtë, po për këtë e solli koha, se koha mund si edhe gjërat mbrapsh, e kupton, koha i si edhe mbrapsh, i si edhe parç, mbahet se kush e administron kohën. Po nëse ti aty rita ose edhe kaq që ke bërë progres të madh. Po ndërkohë, ne kemi me Ervinin një plan paksa të, s'po e them të vjetër, po për disa kohësh, që unë po e quaj të pjekur tani më, për të ndërtuar ose më sakt për të pasur këtu në Berat muzeun e verës. Dhe kemi vënë syrin në disa pikave ku mund të krijohet kjo infrastrukturë që do të ishte shumë e bukur, se do të ishte promovuese, njohse, për të kuptuar nga vijnë verat tona, për të kuptuar pak histori të këtyre autoktoneve etj, edhe natyrisht për të mbështetur sektorin, patjetër, si rezultat. Kështu që dhe në ndërkohë edhe në atë qendrën e re të panajireve në Tiranë që do bëjmë, kemi planifikuar aty një hoteleri verësh. Por kjo është një gjë, në ndërkohë që kemi diskutuar edhe kemi filluar një punë paraprake për të ndërtuar jo hartën, por për të ndërtuar dhe udhërfysin e kuzhinës, e restoranteve dhe të verave shqiptare. Sepse nuk e kemi këtë. Dhe kemi parë edhe disa çka kemi me atë. Kemi parë edhe disa shembuj nga vende të tjera që kanë bërë modele të ndryshme në këtë drejtim dhe besoj që edhe kjo do ndihmoj. Por ajo që duhet bëjmë konkretisht për këtë që po thua, është që duhet gjejmë një rrugë se si jo me imponim në kuptimin negativ, por me një incentiv. Ti stimulojmë agroturizmat që të marrin dhe të promovojnë verën shqiptare, e cila kush thotë se është e mirë, se e di unë e pi 33.000 euro, thonë këta verë, domethënë e njoh mirë. Po pra, e njoh mirë shumë, sipas këtyre, domethënë. Po për i të vërtetës kur vinë miq në të huaj etj, unë gjithmonë verë shqiptare për ta promovuar edhe për i të vërtetës përmirësimi është jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonshëm. Dhe në ndërkohë, ti e di më mirë se unë, që ka vera shqiptare tani që kanë filluar të hyjnë edhe në restorante jashtë. Kështu që dhe më shumë mund të penetrojnë në qoftë se ne do të dimë si ti promovojmë. Pra ka ardhur momenti tani që kemi çfarë themi, se le të themi përpara 8-9-10 vitesh nuk ishte ky nivel. Ishte fillimi etj. Po e solli koha, se nuk është merita jote, Fatos. Domethënë, s'është merita jote. E solli koha. Ti atje në vreshtet e tua, edhe në atë
bujtinën tënde, ti rrit drejt zinxhir, koha i sjell i përmirëson këto, tani s'ke çfarë bën. Tani koha ka sjell, jo më le tani se do bësh polemik me mua. E solli koha, mbaj tani vatën vesh, koha e solli, s'ke as i meriti. Po. I solli koha tëra, i solli koha tëra, edhe rrugën Berat Skrapar, edhe lidhjen e Skraparit me Përmetin, koha e solli tani. S'kemi çfarë bëjmë ne. Ne thjesht do shkojmë ta shohim si do e bëj koha, realitet. Apo jo, kështu që, por jemi në të njëjtën gjatësi vale tani. Gjëja më e rëndësishme është që tek puna, tek vizioni, tek ambicia vullneti për të shkuar përpara, ne jemi të ngjashëm. Kështu që prandaj edhe jemi miq për te fiksimeve. Po, mund të ta heq ty atë fiksimin që ke. Po, avash. Më duhet edhe pak kohë, po s'ta shkula kështu si tap, atë që të hapesh edhe të marrësh ajër, edhe të bësh shumë më i lezetshëm, ma mendsh po të them. Jo, nuk ta jap mikrofonin. Kush ka, lërë mund tash se do merrem me ty. Lese jo, shiko se ka dhe gjë tjetër. Shiko, jam në presion të madh nga njerëzit që më duan dhe më mbështesin. Sepse janë shumë mërzitur që më thonë mua, po pse merresh ti vetëm me këta? Se unë edhe kur dal atje në Facebook, merrem me ata që nuk janë tanë. Edhe tani po merrem me ty, ti si e joni, më vëlla, le më boll tash, nuk. Boll tash, po përgjysëm më boll, po tema morë gjithkohë. Se më thonë, po pse merresh me këta ti? Ne të mbështesim, ne të duam, ne të themi fjalë të mira, ti as na e var fare, ti merresh me këta. Këta të shajnë, s'lën gjë pa thënë. Më bën, çfarë bëjmë tani? Edi Rama i thot fëmijëve, më shikoni mua laguria, kupton apo? Nuk kam, janë komplet edhe janë të papar fare, më shikoni mua, i thotë, shkon atje i thotë fëmijëve, më shikoni mua laguri. Ndërkohë që këta më nxorën mua. Çfarë të them unë? Nuk e di. Se di. Pastaj shkojmë mbledhin njëri tjetrin atje dhe e pat dje. Ja fusin fjalëve në mes aty me vajza, me djem, me gra, fjalëve më ekstreme. Nuk e di. Edhe kanë të drejtë të tjerë, thonë, po pse merresh me këta? Çka ke me këta? Këta janë çyryk. Po, unë, ç'a them? Hajde. Përshëndetje zoti kryeminist, përshëndetje zonja ministre, kryetari i bashkisë, përshëndetje të gjithëve. Ulu ta jemi reciprok, se i bie pastaj që unë që flas ulur nuk jam, unë dhe Fatozi jemi arrogant. Jo. Unë jam me parimin që asgjë nuk bie koha. Puna dhe nivelin e zhvillimit bujqësisë ka për puna e pa lodhur e pa ndalshme e fermerëve. Kur them fermerëve, çdo qytetari të Shqipërisë që punon në vend. Edhe asgjë nuk bie koha, për mua unë jam me teorinë që koha rrin në vend, por ne masim kohën tonë se jemi kalimtar në këtë kohë, në këtë botë. Unë jam fermer dhe punoj për vitesh në sera, edhe falë punës tonë të palodhur, edhe mbështetjes. Sigurisht që bujqësia ka kaluar në nivele të tjera, në nivele që është ngritur, që jemi konkurrues pra që sa fuqi kemi në treg. Edhe mbështetja e qeverisë ka qenë më e zezshme vitet e fundit dhe është krijuar një marrëdhënie simbiotike edhe midis fermerëve, po dhe raport në marrëdhënie me qeverinë. Domethënë duke rritur atë bashkëpunimin nëpërmjet subvencionit. Risisi vjet për mbështetjen është futur edhe mbrojtja biologjike, që krahas edhe protokollit që neve kemi në serë për çdo veprindari që kryejmë përshëbimet, rrit përgjegjësinë e punës tonë, por e bën atë konkurruese në treg. Gjithashtu, kjo lloj mënyre të punuari mbyll edhe atë, si thua, edhe krijon atë që se ne kemi punuar edhe të përbuzur, jo vetëm të mbështetur, por edhe të përbuzur. Dalin në media dhe thonë që neve përdorim preparate, përdorim çuditëra, fermeri përdor teknologji. Edhe duke mos kuptuar që përdor teknologji, i duket sikur bën magji. Dhe kjo lloj pune pastaj kur bien veshën gazetarit, ne bëjmë magji të zezë dhe i pjekim domaten për 2 ditë. Unë kam një serë në 4 dënim domate, është në fazë pjekje, katin e parë sa ka filluar të shenjët,
më gjej një gazetar, më gjej ke lidhje, ke kontakte, ta pik për 2-3 ditë për një javë, edhe unë nuk do asnjë kokër domate nga ajo, ta marrin vetë, ta marrin të gjithë. Po nuk pate krimba brenda në domate, nuk të vjen gazeta. Po pate domate me krimba, ti vetëm fol edhe të vinë gazetat tëra. Po i pate domate normal, nuk ka si një interes të di se qa bën ti. Do me thonë, prandaj, ata, kur i digjon, prandaj, kur i digjon, thonë nuk bën kjo, vera shqiptare nuk bën. Fshati shqiptar s'ka asgjë, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka rrugë, po vdesin për bukë atje. Edhe ca që prodhojnë me helm, me pesticide, me krimba, me flutura. Do me thonë, janë totalisht të pa interesuar ata, të dinë se si prodhon ti, edhe si lodhesh ti, edhe si e nxjerr ti në fund atë produktin tënd, me sa shumë sakrifica, me sa risk, dhe se si e çon edhe jashtë, edhe mjafton një rast, një gjë të ndodhi, një rast, bëhet nami. Po, hajde gjeri, ma jepti mua një rast kur në për ekrane e në për portale del fatosi, ose del tjetri del ti, edhe i tregohet njerëzve shikoni se sa bukur punon ky njeri. Jo, nuk bëhet fjalë, fare, zero. Ne punojmë vetëm me helme, dhe pastaj qa fajti vë unë atyre që thavatosi që bëjnë agroturizma dhe thonë s'bën vera shqiptare. Qa fajti? Se është e gjithë klima që krijohet nga ato moçale mediatike që është e tmerrshme, që duket sikur këtu s'ka asgjë. S'ka asgjë. Po ju e patat që dolën atje. Edhe ai ishte sondazhisti i Trumpit. Si ishte Joni? I Trumpit. Ai kishte pyetur popullin shqiptar edhe kishte nxjerrë që shumica e popullit shqiptar mendon që vendi po shkon në drejtimin e duhur. I pat ju se si i shpjegonin ata këtë? E pat popull atëherë, nëse është kështu, populli ishte smur. Direkt nuk e bëjnë dot një moment të marrin frymë edhe të thonë, re, mos e kemi ne gabim të punë, mos jemi ne që nuk kemi iden fare se çfarë bëhet në Shqipëri. Mos jemi ne që s'dim fare se çfarë ka në qarkun e Beratit, që realisht tani e solli koha, e solli puna, e solli të dyja bashkë, nuk ka rëndësi. Realisht është një vend krejt tjetër nga çka kam parë. Unë kam qenë këtu në 2005-ën, kam qenë këtu në 2007-ën, kam qenë këtu në 2009-ën, kam qenë këtu në 2011-ën, kam qenë gjatë gjithë kohës, se një rekord e kam unë. 2 kam fakt. 2 i kam rekorde. Një e kam botror, një e kam rekord kombëtar. Dini kush jam? Rekordi im botror është që jam piktori më i mirë mes kryeministrave të gjithë botës. Edhe jam kryeministri më i mirë mes piktorëve të gjithë botës. Këtë s'ma merr dot njeri. Do thuash ti po i vetëm ti je, nuk ka rëndësi. Ky është Guinness. S'ke pas konkurrencë. Rekordin kombëtar që kam që të gjithë kryeministra nga 1912 deri sa kam marrë këtu, ti bashkojnë të tërë kilometrat që kanë bërë në për Shqipëri, janë, nuk e di sa gjiro mbrapa meje, sepse, dhe Berati, qarku Berati sot, mund të ketë, ka plot probleme pa diskutim, por nuk gjifet nga pikpamja, po sa pika grumbullimi kishte, kur ne kemi filluar punën, sa kishte, pika, ku imagjinoj do të kjo? Ku imagjinoheshin do të shiko? Pa tjetër që i ka bërë puna e njerëzve, por ama njerëzit këtu ishin edhe përpara. Po s'kishte as sinergji, s'kishte as mbështetje, s'kishte as gjë, fare, zero. Kështu që, por një gjë, se ta thash, mos prit që gazetat
si që quajmë ne, si që quajtë, domethënë ekranet, portalet, to mos prit që të shohësh, të klikosh një herë dhe të gjesh një gjë që të thuash po shqyr, më që e thanë një fjalë të mirë për ne, shkredhet që gëdhijemi pa dalë drita, edhe shkojmë i gjejmë fëmijët në gjumë për të punuar tokën. Jo më harohe, nuk ekziston, s'kan fshat fare njerëz, kanë ikur të tërë. Nuk ka, kanë vetëm pleq që vuajnë për bukë. Kështu është imazhi dhe perceptimi. S'ke çaj po. Jepja pak të zoti shtëpisë. Ose zonjës në qoftë se tani po tani se edhe për këtë po më janë që ja urdhë. Po çai bën ti asaj atje? Po pse i ri? Çoj në këmbë, se i ri është afër, ndoshta i merr frymën. Përshëndetje, zoti kryeministër, zonja ministre, të vinë, mirë se keni ardhur. Ju falenderojmë që keni zgjedhur të vini në këtë vend, në Berat edhe në kompaninë tonë. Siç shikoni, është bërë në kompaninë tonë është bërë goxha investime vitet e fundit. Po, nëpërmjet AZBR-s patjetër. Godina e re është investuar nga AZBR-ja. Janë bërë goxha investime në ambientet tona. Okej. Problematika ka, nuk është se s'ka në sektorin tonë. Por sektori jonë është pak i ndërlikuar, si të thuash, edhe do donte të kishte një vëmendje më të veçantë, apo një vëmendje pak më dedikuar, për shkak edhe të ndryshimeve që po ndodhin botërisht, jo vetëm në Shqipëri. Po, kanë zhvilluar zonjës se po të bën sufleri gjithkohë. Se unë desha i them zonja, po mua më janë qepur, më thonë do të ndaj gratë nga burrat. Tash jo më vëlla zoti, vetëm zotria. Më janë qepur edhe për këtë, Allah. Edhe ja, më doli shtek, ai merr mikrofonin, zonja i thot në vesh, thuaj këtë, më mirë fol vetë direkt. Dakor, përshëndetje, sikurse u tha, magazina e re është bërë fal AZBR-s dhe unë do gjej rastin për të falenderuar Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Sigurisht që ne kemi ecur përpara, jemi gjenerata e dytë, sepse të gjitha këto janë fal Timeti, që për fat keq nuk është më në jetë. Ne kemi ecur përpara sigurisht edhe fal mbështetjeve qeveritare, sepse sikurse theksova, AZBR ka dhënë një dorë goxha në pjesën e makinerive që ne kemi pasur që në fillim me partin, dhe magazina e re, e cila është gjithashtu me fondet e AZBR-s. Tani problematika sigurisht që ka, sepse zhvlerësimi i euros dhe dollarit ne na ka ndikuar mjaftueshëm, sepse ne bëjmë eksport, jemi 100% eksport, dhe realisht do dija edhe pak në vështrimin tuaj për këtë 10% e Trumpit që ka vendosur për produktet që do të çojmë në Amerikë, sepse është bërë ka dhënë shumë zë, por nuk mendoj se dikush ka dhënë atë, si thuash, përgjigjen e dur, sepse unë në këndvështrimin tim e shikoj shumë të komplikuar, jo më shumë se sa është sherebela sot 800 lekë dhe do bëhet 72 lekë. Domethënë nuk mendoj se është një ndikim kaq direkt, sigurisht që ka ndikim, po ndoshta është pak më indirekt sipas këndvështrimit tim personal, dhe do doja të dija edhe për këtë, mjaft kemi problematika me kursin e këmbimit, po të paktën të dim edhe për 10% e Amerikës, sepse biznesi jonë mesatarisht eksporton gati 30% të produkteve. Dgjoj, është bërë diskutim her pas here për çështjen e kursit të këmbimit dhe për forcimin e lekut. Fatmirësisht, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë një pasqyrë shumë të qartë të arsyeve të forcimit të lekut, që nuk kanë të bëjnë fare me këto marzit që thuhen. Dhe në fakt, forcimi i lekut është një nga rezultatet e mira të gjithë këtij procesi transformimit të Shqipërisë. Por patjetër që dalim tek
kjo temë, që ka qenë një temë shumë e nxehtë, sidomos për fasonet, që e bazonin atë forcën, avantajin e tyre konkurus të krau i liri punës, dhe sot ka dy pasqyra. Pasqyra atyre që nuk kanë ndryshuar dhe nuk janë adaptuar, që është i pasqyrë jo pozitive, dhe pasqyra atyre që kanë ndryshuar dhe janë adaptuar duke rritur cilësinë dhe duke u sofistikuar, që janë në tjetër nivel sot. Pra, gjëja që duhet, mendoj unë, besoj unë, duhet të na udhëheq të gjithëve, e tha bashkëvuajtësi në aspektin e kohës, që edhe koha bota është e turbullt, është që duhet të synojmë cilësi. Dhe duhet të synojmë sofistikim duke futur sa më shumë teknologjinë, duke përfituar sa më shumë nga çfarë mund na sjell inovacioni në çdo sektor, përfshirë edhe në sektorin tuaj. Ne jemi duke bërë një projekt me Oracle-in për serat, projekt. Do më është një gjë, është më sakt, ata janë duke bërë një gjë shumë inovative për serat, dhe ne jemi në kontakt, kemi bërë një marrëveshje në parim që të përdorim Shqipërinë si pilot, po nuk jemi akoma në diçka konkrete. Ama gjëja që sipas me duhet të jetë fiksimi, ne që po flasim sot për fiksimet, i përbashkët është të modernizohemi dhe të fusim sa më shumë inovacion. Të bëhemi sa më të shkafët për t'ju adaptuar dallgëve edhe për të mbijetuar në një botë që bëhet gjithmonë më e paparashikueshme. Për sa i përket tarifave, është një konfuzion shumë i madh. Për momentin ato janë të ngrira, nuk ka zhvillime. Do shikojmë si do zhvillohet, se s'kemi dhe në gjë në dorë, por unë besoj që po të marrim parasysh nga është nisur babai ndjes pas, dhe ku jeni ju sot është një kapërcim shumë i madh, dhe me këtë sy nuk duhet pritur që t'ju rriten juve fëmijët që të bëjnë kapërcimin tjetër, por duhet parë se si mund të shkoj në një nivel tjetër edhe kjo që bëni ju këtu, duke ju referuar teknologjisë. Edhe tjetra që ne duhet ta kuptojmë mirë në fshat, është që duhet sa më shumë bashkim, jo bashkim si në kohën e vjetër që prodhojmë bashk edhe pastaj jemi të gjithë njësoj në fund të ditës, por prodhojmë veç dhe shesim bashk. Kjo duhet jetë gjëja. Dhe duke prodhuar veç dhe shitur bashk, do me thënë që se cila halk bën punën e vetë, por ama gjithë zinxhiri funksionon, edhe se cili merr pjesën që i takon në atë sistem të ngritur. Është e vetmja mënyrë, prandaj edhe tek skemat ne kemi rritur shumë atë mbështetjen për ata që vinë bashkë. Edhe gjë tjetër kam për të thënë, që ti shkoj prapë mbas fillit fatosit. Ne kemi një problem, sot akoma, ne, jo ju, ne, me bashkit. Ja ku është ky, kryetar bashkie, nga më të suksesshmit që kemi ne, po në këtë pikë nuk bën në ndryshim, pra nuk është se ka krijuar në model të ndryshëm nga modeli i përgjithshëm. Cili është problemi? Ne bëm reformën territoriale ku praktikisht bashkuam shumë funksione dhe bëm shumë mirë, madje unë mendoj që reforma territoriale duhej bërë
dhe kështu ishte ideja jonë, po pastaj u bë kompromis, se gjithmonë ka i kompromis në fund kur duhet një vot më e madhe se sa vota që ka shumica, do i bërë akoma më e fort, në kuptimin akoma më pak bashki, po gjithsesi bëm një kalim shumë të madh nga 350-60 sa ishin në 61, dhe komunave ju lam funksione administrative të thjeshta për të qenë më pranë qytetarëve. Ç'a ndodhi? Dhe ç'a ndodh akoma? Kryetarët e bashkive dhe bashkit fshatin vazhdojnë ta shikojnë si pjesë të qytetit. Pra, rrugë, kanale, ndriçim publik, pastrim, dhe nuk janë futur tek zëmra që është qarkullimi i gjithë gjakut të atij organizmi, që do të thotë nuk janë futur tek prodhimi, nuk janë futur tek grumbullimi, nuk janë futur tek përpunimi, nuk janë futur tek marketimi, nuk janë futur bashkit. Ndërkohë që ju e dini patjetër më mirë se unë, të gjithë ju që keni punë me jashtë, që në vendet e zhvilluara nuk është kështu. Në vendet e zhvilluara bashkit janë aktorë, janë pjesë, janë partner, janë ortak, bëjnë biznes. Pra nuk jetojnë vetëm me çfarë do i japi qeveria, bëjnë biznes. Dhe çfarë do të thotë kjo? Dhe ne në mandatin e 4 këtë do ta fuqizojmë jashtëzakonisht shumë. Sepse tani me këtë ligjin e financimit, 250 milionë euro, kjo është edhe më e mundur. Kjo do të thotë që bashkia, kur ka një problem me, po themi, 50 fermerë, kanë një prodhim, nuk arrin dot ta grumbullojnë si duhet. Lëre pastaj për ta punuar, bashkia i bashkon këta dhe futet vetë dhe bëhet një shoqëri e përbashkët. Bashkia me 50, 60, 70, që mos them që bashkia bën shoqëri të përbashkët ose bën një rrjet përbashkët me gjitha agroturizmat për ato që tha Fatosi. Futet partnere dhe i jep një incentiv agroturizma, i thot sa më shumë verë vendit shesësh, aq më shumë do marrësh x gjë nga unë. Në momentin ku bashkia futet dhe fut një fond x, dhe i thot gjithë tani do bëjmë pikën e grumbullimit ose do ta përpunojmë këtë vajin këtë ulli që mbledhin, do bëjmë vaj ulliri x, ose me gjithë këtë sistemin e biomedicinale, qa mund të bëjmë ne tjetër që mund ta prodhojmë këtu? Gjë që ju se bëni do të vetë, se kushton. Futet bashkia dhe bashkarisht i drejtoheni qeverisë për mbështetje. Bashkarisht i drejtoheni bankave tek linja e financimit dhe krijohet një fond dhe bëhet një shoqëri e përbashkët, ku bashkia është garante, merr dhe bashkia të ardhurat e veta nga ajo gjë, marrin të gjithë të ardhurat e tyre dhe kështu ne e forcojmë shumë bazën industriale të lehtë të vendit, që është në krijim e sipër, po është akoma e dobët. Sepse nuk mund të jetë kjo histori thjesht edhe kur të vi edhe kur të bëhet kjo e Bashkimit Evropian 300 milionshit, aty bashkitë kanë rol shumë të madh, sepse nuk janë para që ata t'i çojnë ton merri dhe shive bëj. Ato janë para që ton 300 milioni ke për bujqësinë. Do t'i shpenzosh me këtë sistem. Pra, duhet garantosh këtë transparencë, duhet garantosh këto mekanizma, duhet kesh këto institucione, se nuk të japin që hajde merri shpërndaj. Dhe ne në këtë pikë kemi akoma mangësi. Por ama, cili është lajmi i mirë tani këtu? Lajmi i mirë është që kemi bazën që jeni ju, gjithë ju. Pra jeni ju, keni dije tani, dini si funksionon bota, dini si lëvizin tregjet, dini ku çalon puna. Nuk jeni si që ishte djes pas babaj në fillim që dhe hajtë se po e filloj mjerë, po të shofim. Jeni në tjetër nivel. Atere këto dije dhe këto mundësi duhen bashkuar. Dhe kështu do ecim. Dhe pa tjetër që
kjo është një bisedë që bëjmë këtu, po nëse ulemi, nëse ulen kryetarët e bashkive, nëse ulen njerëzit e sektorit, të gjithë, dhe fillojnë e pleqërojnë punën, disa gjëra tjera dalin vetëm nga diskutimi, po kështu, dhe krijohen këto ndërmarrjet përbashkëta, ku roli kryesor i bashkive nuk është që të fitojnë, por është që të bëjnë zhvillimin e këtyre bazave industriale dhe pastaj patjetër të marrin mbrapsht edhe atë që ju duhet për të shlyer ato kredite etj. Vetëm kështu mund bëhet. Nëse ne e lëm topin tek ju vetëm, do kemi shembuj fantastik siç janë shembuj tuaj, po do kemi shumë të tjerë që nuk do arrin dot të funksionojnë. Nëse bëhemi bashk, edhe bashkimet do jenë më të lehta. Do jenë më të lehta se ka akoma paragjykime. Okej, unë ju falenderoj shumë se jeni dhe në diell, me Fatozin kemi edhe kapele, shiko? Ja, për paska kemi edhe kapele. Po, tani më me ato e kam fiksimi e kupton dhe. Kapelen se ka blu e ka Champions. Shumë faleminderit.